Edhe pse i dyshuar për 3 vepra penale, nxitje për vetvrasje, shkaktimi dëmtimeve trupore që lidhen me dhunën në familje dhe rrezikimi i sigurisë, për bashkëshortin e gruas së re e cila para 2 ditë ra nga balkoni i banesës, u saktua paraburgim 48 orësh. Këtë mas prokuroria tha se ka saktuar derisa të sigurohen prova në lidhje me dyshimet dhe derisa të kryen ekspertizat, analizat e kamerave dhe veprimet të tjera. Pas këtij rasti, LSDM-ja opozitare kërkon dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovskit. 2 vite denoncime për dhunë familjare, fizike dhe psiqike, 12 denoncime për bashkëshortin, i cili ka pasur edhe akuzat të tjera, kurse herën e fundit i kishte gjetur edhe drogë. Institucionet ishin alarmuar, ishte denoncuar, kishte dyshime, kishte indicje për rrezik dhe me reagimin e tyre jo adekuat nuk i kanë mbrojtur viktimat. Ndërsa vëmëroi përgjigjet LSDM-s duke i kërkuar asaj që të mos përdor tragjedit për poena politike. LSD kur është në opozit i përdor tragjedit për poena politike. Rasti i Neshkovskit, Tamarës së vogël, lagjes së trimave, liçenit të Smilkovës dhe shumë raste të tjera. Para se të vijë në pushtet premtonte drejtësi dhe thoshte se do të zbardhej ndonjë e vërtet e cila fshiheshte pas këtyre tragjedive. Kur erdhën në pushtet, i haruan si të kishin amnezi. Një grua 31 vjeçare me vajzën e saj 6 vjeç të hënën rreth orës 14 kishin rënë nga balkoni i ndërtesës ku jetonin. Më pas MPB njoftoi se Ndjera shumë herë kishte denoncuar bashkëshortin në polici për dhunë në familje, por në të gjitha rastet e kishte tërhequr pa dinë. Të njëjtën gjë e kishte bërë edhe 2 orë para se të ndodhte tragjedia. Bashkëshorti i saj kishte dosje kriminale dhe në dhjetor të vitit të kaluar ishte kapur me 20 pako drogë.